Te Ebu Bekri radiallahu anhu kanë ardhur. Do njerëz me pyet për trashëgimi. Kanë s'di. Ebu Bekri, a din kështu Ebu Bekri? Kanë s'di o burra. Të ndonjëherë feja nuk është feja jon, për shembull, a ja bëjmë që kështu, se më mirë ato. Nëse vinë më shumë xhami. Ne mi të bindu që sonte për shembull me pasli elhamdulillah xhamia atje për jashtë pesha njerëz janë. Allah i rujt, është problem. Po për shembull me pa pasur dikush me mua këtu, unë derse dikush në kong me kënu, apo ishin ardhur të tjerë ishin ardhur. Shumë lloj ka thonë mos më gjinu. Pika nga emocion. Te Ebu Bekri radiallahu anhu kanë ardhur. Do njerëz me pyet për trashëgimi. Në çështjen e trashëgimi, u dek filoni e kalon ç'është më u do. Kanë s'di. Ebu Bekri, a din kështu Ebu Bekri? Kanë s'di o burra. Ka thonë ç'është bezdin. Doja diçysh. Kanë s'di mëra. Kanë pajt ti ç'ta mërmania. Ç'a mërmania? Në fejtë tem që mërmania. Ka thonë e cila toku mon mu. Cila toku mon mu. E cili qiell tani guxoj me najt nërtane me fol për vetë Allah pa dije. Që qëllë një tema, pa, qa thushti për më për keqeshtu? Unë menaj, për qështet bazike të fesë, unë menaj. Me menan të Allah, pa. Të s'guzë me menua, as të janë sune. Këtë puni ka do Allah dhe pejgamberi. Ama kur s'ka heret, s'ka prezencë, si del për Allah gjellë vala, menojmë të një ka heret. E flasëm, një herë njoni, ka buva kia, për të sërësë personalat, nona e ti besimtare. Edhe kjo ka pak po ma lekshtë. Edhe nona e ti të shpytke. Tha, i këmë thonë djallit, mos gjëna djallim se më dhim kja vallaj u gjysh pa buka. Shumë laj ka thonë mos më gjinu. Pika, nga emocioni i nonës, a thonë. Po feja me konë me emocionit nonës, që shkonë feja? Të ndënë vëzër, feja nuk është feja jonë, për shambull, a ja bujmë që shtot, se ma mira. Jo, se që shtot. A ja bujmë që shtot se vinë ma shumë xhami. Ne mi të bindu që sonë të përshamë me pasli, elhamdulillah, xhamia atje për jashtë pesha njerëz janë, Allah i rujt, është problem. Po për shembull, me pa pasur dikush me mua këtu, unë derse dikush në kong me kënu, apo ishin ardhur të tjerë ishin ardhur, apo më mirë, më kallabllak ishin bon, a prish punë. Po jo mos s'bon këto bashkë. S'bon, a bon bashkë. Po. Andaj ahiretit nërë, ka dajë se këna me thonë Allah, çka këna shtin xhamia tona. Kënë mi thonë Allah, qëka këna bo me fenetia, kënë mi thonë Allah përësia, kënë mi thonë. E po që ta, andaj të mundësën me kuptu fenë që është duhet ahireti. Edhe me përfitun nga këshillat e Kuranit. Në surën Talak, Allah Gjalla thot, dhalikum yu'adhu bihi men kan yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wa man yattaqillaha ja'ala lahu makhraja. Allah përmend disa rregulla të shkurrizimit. Apo që kërë duhet me hiq dorë nga inati nga egoja, për shkak se e drejta është dikun tjetër. E për me garantu drejtsin dhe me përfitu nga aja që ka Allah po të këshillan, që nga më ti mu që që du të mja bo, Allah o thot, nga kjo këshill përfiton kush? Aja që besën Allahun dhe ahiretin. Përfiton nga këshillan. Që s'ka ahiret, së ngan Allah, e ngan e pështë në vetë, e ngan e tjep. E kush e ngan Allahun, Allah po, e kush e ngan Allahun, i bën Allahu rrugdalë dhe zgjidhje. Prandaj të ndërvozëm, ahireti është real, ahireti është prezent, po duhet me bu funksional. Për me i aktivizu gjitha këto aspekte tjetës, me dhënë kuptim jetës tonë, e keq ka i përmena, e shumë të që të përmenën, që ta kemi një prezencë reale, të prekshme, konkrete të ahiretit, jo besim abstrakt, jo besim iluzionar, po shumë praktik, me ndikim dhe si forcë lëvizje në jetën tonë tjetë, besimin e Allahun dhe ditë e gjykimit. Pikrisht, sikur se ka përmenë shumë ajete Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam, sikur se ka thonë pejgamberi sa, kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, shikoj, dhe ditën e gjykimit, le të flet mirë ose le të hesht. Çështën e gjuhës më problematike ka rregulluar me ahiret. E shumë tjera që kanë të bëjnë me këto çështje.